Energjia e rinovueshme, panelet fotovoltaike, terma të rinj, po jo dhe aq të rinj, sidomos sa i përket fushës së biznesit, e cila duket se në vendin tonë është një fushë që i ka përqafuar këtë lloj energjie të re të rinovueshme, por më tepër flasim me CEO-n e kompanisë Euroelektra, Elton Çakrezi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi në ftesa të tilla për fushën e energjisë diellore. Ju flisni me pasion për këtë fushë dhe është edhe fusha ku ju keni vendosur që të ndërmerrni hapat tuaj në biznes. Pse zgjodhët këtë fushë, panelet fotovoltaike? Mbas pothuajse një dekade në Itali, kur unë vendosa të rikthesha në Shqipëri, ishte pikërisht sapo kishte filluar fotovoltaiku dhe atje ishte ishte diçka shumë e bukur dhe inovative dhe në vitet e hershme 2010 ishte diçka e paprekshme për fotovoltaikët, sepse sapo kishte filluar prodhimi në mas i kësaj teknologjie në Europë dhe në Amerikë dhe ishte kostot e prodhimit ishin shumë të larta dhe në ato vite shteti subvenciononte që të kthehej, pra të kishte një kthim investimi. Dhe teknologjia fotovoltaike ishte diçka fantashkencë në atë kohë. Dhe unë e kam ndjekur me pasion, pavarësisht se Shqipëri ishte shumë herë se s'kishte akoma ligje. Dhe ligji parë u bë në 2015, pastaj në 2017 filloi që të implementoheshin impjantet e para. Pse zgjodha pikërisht këtë, ishte e vetmi arsye ka qenë sepse duke qenë se ne merrem me distribuimin e materialeve elektrike, rishitjen e markave elektrike brenda kryesore të tregut, nëse mund të përmend Schneider, Vimar dhe markat e tjera, dhe ndryshe nga një zgjidhje teknologjike, ofrimi një produkti për të ndërtuar ose për të bërë një apartament smart home ose një objekt teknologjik, ti praktikisht do importoje një produkt, do shkoje ke klienti, do të implementoje këta, do t'ja lehtësoje punën, do t'i bëjë një punë mirë, do t'i jep një zgjidhje teknologjike dhe do kisha atë fitimin e kompanisë dhe kaq mbyllej cikli, nuk është se bëje diçka më tepër. Ndryshe nga sistemet elektrike apo sistemet teknologjike, fotovoltaikët t'jep dhe kënaqësi ndryshe, sepse ti jo vetëm që sjell teknologji, jo vetëm që jep zgjidhje për vendin, ti importon produkte, sepse ne nuk prodhojmë gjë, po ndryshe nga importi i materialeve elektrike dhe ti eksporton kur i blen këto materialet, pra nxjerr fluksin e paras jashtë, fotovoltaikët sikurse e nxjerr dhe ti e sjell produktin, ti e implementon në treg ku ai vetë prodhon në Shqipëri. Pra, kthehet në një prodhues, qoftë një qelizë, qoftë një panel, qoftë një impjant i madh, t'jep një benefit, t'jep një kënaqësi ndryshe, sepse jo vetëm shet një produkt, jo vetëm instalon një impjant, por prodhon për vendin. Pra ti prodhon nga natyra. Rrezatimin diellor, ti e kthen në të ardhura për individin dhe për vendin. Ndryshe nga çelësa priza që i konsumojmë dhe i përdorim në përditshmëri. Dhe kjo është një gjë që po themi shkon përtej përfitimin ekonomik, pra është edhe një lloj kënaqësie personale, duke qenë se është edhe ndikimi në mjedis, edhe e gjithë kjo qasja green apo qasja eko që ka filluar të përqafohet edhe. Ishte vetëm një produkt që më jep, pra është produkti që më jep më shumë kënaqësi, pra ndryshe nga po themi kanë dalë makinat elektrike. Okej, shumë mirë, do kursejmë, do jetë mirë, po fund fare nga një mall konsumi, pra do konsumohet, do riciklohet, do hidhet. Kurse dhe solari, por solari në aq kohë sa është në punë, prodhon të ardhura. Pra ti bën një investim jo thjesht për kursim, por për të prodhuar. Dhe kjo është ajo pasioni pse mu ka ndjekur vazhdimisht dhe gjithmonë kam qenë kërkim të sjell më të mirën. Dhe thatë se është një treg shumë dinamik, një teknologji që
ecën dhe avancon me hapa galopant. Njësoj si telefonat smart apo teknologjia si elektronika e konsumit. Po, është e vërtet, sektori jonë, sektori i energjisë, i fotovoltaikëve është shumë dinamik sepse lidhet deri diku ngushtësisht me energjinë. Dhe nëse mbaj mend, nëse kujtohemi që energjia në një moment caktuar vurin pyetje shumë shtete, përfshirë dhe shtetin tonë, nëse do arrinte dot ta përballonte krizën energjetike që ndodhi, dhe duke qenë produkte të kësaj fushë, patjetër që janë shumë sensitive dhe janë shumë të kërkueshëm. Por përpos kësaj, teknologjia ka evoluar që nga gjeneza në vitet 80, kur për herë parë janë implementuar në hapësirat në NASA, në sistemet aerospaciale. Teknologjia kryesore ka qenë Amerikë dhe Europë, duke hyrë aq në masë, duke zhvilluar shpejt dhe vetë produsit gjetën zgjidhje në tregun aziatik, dhe në tregun aziatik dinamizmi është shumë herë më i shpejt se sa ky në Europë. Dhe kjo ka sjellur që teknologjia është shumë dinamike, ka shumë evolim, ka ndryshuar shumë, dhe nëse në 2015 kur ne kemi bërë impiantin e parë, një panel ishte 160 watt, sot flasim për panele që janë 700 watt, 800 watt. Por në eficiencë, themi atë që është, ka ndryshuar nga 16% në 24% për sipërfaqe për metër katror. Pra, ka një farë tendencë në eficiencë, por në teknologji ka avancuar shumë, sepse në teknologji, nëse mbaj mend, ju kujtohet, kemi akoma UPS-ën në përzyra, që bëjmë pip-pip që i përdorim, kur ikën rrjeti, po për bateri. Sot, teknologjia fotovoltaike ka arritur sa po zëvendëson dhe këtë gjë. Përveç se generatorët po kanë dalë jashtë funksioni, kanë dalë nuk do jenë më të nevojshëm as UPS-et, sepse teknologjia ka evoluar shumë, sa ka bërë në përditshmëri të përdorshme. Sikurse edhe për automjetet elektrike. Sot, çdo teknologji është bërë aq inteligjente sa nëse në një shtëpi ne vendosim një sistem solar, deri dje ne prodhojmë energji dhe jepnim rrjet gjatë ditës kur nuk jemi në shtëpi, dhe merrnim darkët, pra shkëmbimi me rrjetin. Sot, me teknologjitë e reja që kanë ardhur, patjetër, por dhe me inteligjencën artificiale që janë implementuar në gjeneruesit, pra në inverterat, në mënyrë automatike ai bën disbalancimin nëse kjo duhet shkojnë bateri, duhet shkojnë rrjet, duhet shkojnë ke makina, apo duhet shkojnë ke pompa e nxehtësisë, pra ke chilleri, i themi ndryshe, dhe menaxhon dhe konsumet, nëse dhe sistemi do ishte tërësisht smart, arrin të menaxhoj ngarkesën në mënyrë që ti të kesh një fashë energjie të njëjtë. Shqipëria nuk është e qëndrueshme, se unë them vazhdimisht që konsumatorët shqiptar janë më fatmirësisht asaj trashëgimie që na ka ngel nga regjimi i vjetër, është e vetmja trashëgimi që duhet jemi krenar, është pjesa e prodhimit të energjisë nga hidrot. Ky është aset kombëtar dhe shoqëri që është, por duhet ndërgjegjësohemi dhe duhet që të gjithë të japim atë kontributin që energjia është një aset i të gjithëve. Rrjeti, shpërndarja, transmetimi, prodhimi, energjia është një mall konsumi i të gjithëve. Kështu që duhet fillojmë ta mendojmë që nuk do jetë dhe për shumë gjatë. Është kosto politike që një qeveri do ta marrë në të ardhmen, që jemi vetmi vend në botë që kush konsumon pak e pagun lirë dhe kush konsumon shumë e pagun shtrenjtë. Që do të jetë e kundërta. Në vendet e tjera është që kush merr me shumicë pagun me lirë. Kjo kemi për faktin sepse është trashëguar, është një energji e trashëguar dhe shumë mirë që është kështu. Por që ta kemi këtë dhe që ta ulim akoma më shumë energjinë ke familjarët, duhet të marrim masa që gjithë secili të japë atë kontributin e vet. Në lidhje me teknologjinë që po thoja, është që jo vetëm solare që ti prodhon dhe menaxhon në mënyrë inteligjente, tjetra që sot dhe bateritë dhe sistemet e baterive, jo vetëm që ti mund të vesh një pagu bateri, po dhe makinat elektrike arrin që ty siç e karikon nga rrjeti, por në një blackout ose nëse ke nevojë, makina ta jep mbrapsh energjinë në shtëpi. Pra nuk e ke më as generatorin të nevojshëm, po as pagun e baterive. Kështu që kanë hecuar shumë sa tani janë unifikuar. Pra, ti ke solar, mund të jesh 100% pavarur, dhe sikur ti ke blackout dhe ke të lidhur makinën në shtëpinë, praktikisht përdor dhe baterinë. Energjinë e saj, që ka ngelur aty. Interesante e gjitha. Kush është klienti juaj tipik I cili ka nevojë për instalimin e një sistemi të paneleve diellore?
paneleve fotovoltaike? Klientët në sektorin tonë, se s'du ta përvecoj se jemi shumë shoqërzotët janë krijuar goxha kompani. Klientët në sektorin tonë janë çdo konsumator që ka i faturë energjia. Pra, qoftë ai që paguan 100 euro, qoftë ai që paguan 1000 apo 100.000 euro. Që gjithë këta e kanë të domosdoshëm energjinë ta vetë prodhojnë. Ndryshimi midis familjarit, siç po thoya pak më parë, kosto e çmimit të energjisë së familjarit është më e ulët se sa ke biznesi. Patjetër që klienti më interesant për ne është biznesi, sepse praktikisht familjarë paguan me 9 lekë, biznesi e ka me 18 lekë. Dhe ai e ka më të ndjeshme, ka më të rënd koston e energjisë dhe ka një energji jo thjesht për të shërbyer, por për të prodhuar ose për të tregtuar. Dhe ai është klienti kryesor, sepse automatikisht ka i klient ne shkojmë dhe reduktojmë shpenzimin e tij. Sigurisht që ai duhet bëjë një investim, por ndryshe nga ku një fabrik blen një linjë për të prodhuar diçka, investon për të zhvilluar, këtu është një investim për të kursyer dhe cash flow, pra paraja në ark, është po i njëjtë, sepse ai energjinë do ta paguaj. Pra aq sa energjinë e paguar, shton koston e bankare që mund të marrë një kredi dhe automatikisht ai atë gjë që e kursen tek fatura shlyen kredin. Por duhet të jemi shumë kujdesshëm sepse duke qenë se çdo gjë që është rend treg dhe ecet me ritme shumë shpejta, duke qenë që është një treg jo fort i kontrolluar tregu jon, vjen çdo lloj gjë. Unë e krahasoj shpesh që nëse mani men kur filluan ndriçuesat LED, poçat LED, të themi në gjuhën popullore, gjithë thoshin që gjithë LED-et janë një lloj, po e kemi parë që gjithë LED-et nuk janë një lloj. Nuk kanë atë dritë, nuk kanë atë jetëgjatësi dhe nuk funksionojnë. E njëjta gjë është me panelet. Duhet të jemi kujdesshëm kur bëjmë investime të tilla, mos gjendemi që në krah kemi bërë një investim ku duhet të paguajmë kredin, dhe nga krahu tjetër për çmëria që duhet kishim për prodhimin e energjisë, nuk e plotson dhe gjendemi që paguajmë dhe faturën dhe kredin. Kjo është shumë, duhet të jemi shumë kujdesshëm. Unë them shpesh dhe në grupet e punë apo edhe kur mblidhemi që klienti nuk ka faj, konsumatori nuk ka faj, nuk e ka informacionin. Nuk duhet ngeli përgjegjësia vetëm tek tregtari apo ke importuesi apo ke zhvilluesi. Duhet të kemë përgjegjësi dhe institucione, të mbrojtja e konsumatorëve. Duhet ngrihet, të kërkoj minimalisht këto produkte a janë me certifikime sipas një vendi antar të Komunitetit Evropian. Sepse duke qenë se s'ka kontroll, fatkeqësisht gjendemi në treg që ka shumë produkte. Dhe një prodhues vet kur pyet një prodhues kinez, dhe ti thu që shikoj se këto produkte i du për Itali, thotë, jo, okay, ky produkt për Itali ka nevojë për këtë certifikim, këtë certifikim, këtë certifikim. Të gjitha këto certifikime kanë kosto. Kur ti e kërkon për Shqipërinë nuk ta thot fare. Është ndërgjegjësimin ton personal se sa ose sa ndërgjegjshëm dhe përgjegjshëm jemi për punën që bëjmë për të sjellë dhe për të implementuar një produkt cilësor. Pyetjet ose shqetësimet më të shpeshta që vijnë lidhur me këtë fushë, cilat janë? Pra për një klient potencial. Vjen dhe ta provojmë një herë, po çfarë do ndodh? Sot nuk është më pyetje a duhet ta bëjmë, a duhet ta implementojmë, se në 2015, para 10 viteve, 11 viteve kur flisnim, është shumë e vështirë. Fakti që duhet shkonin ju tek biznesi. Ne duhet shkonim jo vetëm ke biznesi, por mbaj mend edhe bankat që sot ofrojnë kredi 100% pa kolateral marrin vetë impiantin, dhe bankat ka qenë shumë vështirë. Dhe mbaj mend banka parë që kemi bërë test atëherë ka qenë për kredit, pastaj Raiffeisen, BKT kemi bërë pjesë më të madhe të bankave që kemi bërë, edhe për ata për t'ia shpjeguar që shikoj se vëmë ne kapitalet tona si kompani në shërbim këto teknologji funksionojnë, japin, sot kemi rezultate ku ka impiantet implementuara dhe tregojnë faktin që funksionojnë. Shqetësimi që ka shpeshherë klienti është po sikur. Pra, okay, ne them që kjo që thua qëndron, po sikur ndodhi që unë nuk do marr atë prodhim. Këtu pastaj duhet me qenë të kujdesshëm për zgjedhjet kompanitë që japin një farë garancie. Jo vetëm garanci në produkt, se gjithë ai kanë garancit. Gjithë produktet vijnë deri diku me garanci. Problemi është sa herë ndodh defekti, sa herë ndodh problemi. Është ajo që ndodhi defekti, ti do shkosh ta riparosh, po dielli lind dhe perëndon, ty të ka munguar prodhimi. Kështu që ai kthimi investimin që e kishe planifikuar për 4 vite apo 5 vite, sa herë që do kesh probleme do shtohet, do rritet, do ti gjendesh që do pagush se s'të justifikon
prodhimi me kredin, kështu që gjendësh që ajo që duhet me pas kujdes gjithmonë është ta vesh kompaninë që zgjedh ta vesh para përgjegjësisë. Unë tu garanci prodhimi. Pra, unë do investoj X vlerë, këtë vlerën duhet ma garantosh nga një palë të tretë, jo ti si kompani, o me asiguracion, ose me fiducion bankar. Pra, nëse dikush vjen dhe thotë unë do të implementoj një impiant tillë, ne e kemi by default si kompani 2 vitet e para kemi të përfshirë garancinë e prodhimit, për te garancisë produktit. Pra, kur ne themi që ky impiant implementuar me këtë teknologji, në këtë mënyrë, me këto sisteme, do të prodhoj kaq të ardhura, ne duhet t'i asigurojmë këtë klientit. Dhe duhet të jemi transparent. Kur kjo gjë nuk kërkohet, klienti këtu çdon pastaj sepse shikon çmimin për kilovat, dhe thotë sa më kushton çmimi për kilovat. Do vetë 10 kilovat, sa më kushton? Okej, 10 kilovat kushtojnë 500 euro. Po e kam gjetë me 400 euro kilovatin. Ti do të llogarisësh në jetë gjatësi sa të kushton ai çmim, që quhet LCOE, Level Cost of Energy. Pra, niveli i çmimit ndër vite. Dhe ky është shqetësimi që kanë shumë klientë, sepse duke qenë një treg i mos rregulluar, ka shumë aktor dhe gjenden në pikpyetje apo zgjedh të durën apo zgjedh të mirën, sepse ka qenë një treg, vazhdon të jetë, tregu ballkanik kryesisht, është treg price oriented, pra i orientuar nga e lira, nga çmimi. Ka ndryshuar si koncept, që është vërtet. Dhe kjo është frika më e madhe, që apo bëjnë investimin e dur apo jo. Kjo është ajo. Por a nëse duhet ta bëjnë apo jo, kjo nuk është më pyetje. Nuk është më pyetje. Është pa diskutim. Sa vite duhen zakonisht që investimi të kthehet mbrapsht? Shumë pyetje e bukur kjo. Sepse mbas Covidit dhe mbas krizës së energjisë, kërkesa për produkte u rrit shumë. Dhe çmimet u rritën njerëzisht shumë produkteve. Po ajo që një moment. Dhe në ato moment gjithë produktët prodhon në masë. Prodhon njerëzisht shumë produkte. Saqë çmimi para në 2023-shin ishte po marr çmim paneli ishte 300 euro kilovati, automatikisht në 2 vite shkoi 100 euro kilovati. Fut këtu dhe faktin që euro ishte 130, shkoi në poshtë 100-s, u gjendë që shumë importues apo shumë kompani, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, i mbushën shumë magazinat me këtë produkt dhe ishin gati të dëshpëruar ta shisnin produktin edhe në humbje. Dhe ka ndodhur dhe kanë shitur dhe me kosto dhe me humbje. Kemi edhe ne vetë ka pas raste që disa produkte kemi shitur që nuk lejohet, por që jemi detyruar të shesim me humbje. Dhe kjo solli që çmimi ra ndjeshëm. Ra ndjeshëm sepse ra produkti dhe pati shumë produkt mas dhe kjo bëri që teorikisht këtimi investimit ishte në 2 vite. Por që unë gjithmonë e kam thënë dhe gjithmonë e them, nuk është e mundur. Nëse vërtet do ta konsiderojmë solarin, solari është 4 deri në 6 vite këtimi investimit. Nuk mund të jetë 2 vite, 1.5 vite. Patjetër, por risku është shumë i madh. Shumë i madh sepse ti rrezikon të marrësh një produkt që mbasi viti ajo kompani nuk prodhon më. Patjetër do funksionojë, është në garanci, por nëse ka problem, ky kthimi i investimit pastaj zgjatet. Zgjatet ti duhet të shkosh të gjesh. Por mesatarisht jemi nga 4 deri në 6 vite. Por edhe 4 deri në 6 viteve është joshse. Absolutisht po. Është absolutisht po, sepse unë them shpesh herë, nëse do isha unë, patjetër që do zgjidhja ta investoja këtë gjë dhe atë para 100 euro në muaj që do paguaja energjinë, do shtoja edhe 3% në vit, dhe do paguaja kredin, do ta merrja kredin për 10 vite. Siç shpesh herë ngjoj që shkojnë ke këto kredite vogla dhe marrin kredi për të ble Smart TV apo smartphone, ta bëjnë këtë gjë për të kursyer energji është shumë herë më e volitshme dhe ti nga 6 vite që ke kthimin e investimit, bëje kredin për 10 dhe ke tënde. Dhe të ulet automatikisht, sepse ti do e pagush atë 100 euro në energjisë. Po pagu kredin dhe e ke kursyer. Mbas vitit 6 ti ke marrë ato para. Vështirësitë më të mëdha që hasen përgjatë procesit mund të jenë më shumë ato teknike apo procedurale, duke qenë se thatë edhe tregu është akoma i përregulluar, ligjet kanë ardhur vonë në vendin tonë. Shiko, ç'është e vërteta në 2019 kur
Ministrja e Energjisë mori detyrën atë kohë, u tregu e gatshme dhe pragmatiste dhe bëri gjë të mirë që kishte 2 vite ligji që zvarrite nga 2017 dhe 2019. Dhe u tregu e gatshme dhe i përkrahi grupet e interesave, përfshirë dhe ne, për të mundësuar udhëzimin dhe për të bërë një procedurë ad hoc siç e ka Komuniteti Evropian. Dhe procedura dhe ligji është shumë i mirë për autokonsumin. Dhe madje këtu më lejo të them që për konsumatorët, qoftë familjarë apo bizneset, kanë mundësi të instalojnë deri në 500 kW dhe këtë energji ta rikthejnë. Patjetër që aty ka i udhëzim, ka i strukturë që duhet ndjekur, ka i procedurë që duhet ndjekur, duhet marrë leje në bashki, duhet marrë leje në OSHE dhe të bëhet kjo kontrata e shkëmbimit. Nuk është e vështirë nëse ndjek procedurën. Po shpeshherë në fillimet unë gjendëm në vende ku nuk kishte informacion, ishin informal dhe na u desh ne që atë të rrethit ta instruktonim, ta udhëzonim se si duhet ishte. Sot nuk është e vështirë, kryesisht bashkitë e mëdha e përqafojnë e përqasin këtë gjë, bashkitë e vogla ose në përrethë janë pa qartë dhe ka nevojë që të instruktohen. Po kryesisht kush punon dhe ndjek ligjin dhe udhëzimin nuk ka Ka zona në Shqipëri ku është më përfitueshmëria më e madhe dhe mbas të tjera ku është më e vogël? Po, kjo kam dhënë shpesh këtë pyetje, sidomos kur është bë fjalë për parqet më dhaja dhe gjithmonë investitorët kanë dashur kush është zona më e mirë. Dihet që jug, le të themi perëndimi, plaja perëndimit të Shqipërisë është ajo që ka rendimentin më të mirë. Por nga zona më e keqe e Shqipërisë deri në zonën më të mirë të Shqipërisë, flasim për një 7-8% diferencë. Nuk është e diferenca. Pra për zonë mirë. Pra për zonë mirë. Dhe besoni që ky aspekt ne jemi shumë e fatë dhe Shqipëria fatmirësisht gëzon një potencial shumë të madh orësh me diell të plota në vit. Që në gjë shpesh e thon 300 ditë, por kjo është termi i gabuar. Orë të plota në ditë janë nga 1200 në rastin më i keq deri në 1500 orë në vit të plota. Ose dielli perëndon. Por që është shumë mirë. Shqipëria, përgjithsisht vendi mediteranë që janë shumë mirë. Dhe nëse do ta krahasonim një impiant instaluar në Shqipëri me një impiant instaluar në Austri, Shqipëri prodhon pak në 30% më shumë. Çfarë duhet kontrollojë një familje përpara se të vendosë në çatinë e saj panele fotovoltaike? Ka vetëm një ngërç për zonat e mbrojtura, nuk është ngërç, mendoj që është deri diku e drejtë për zonat e mbrojtura turistike apo arkeologjike, në ato zona ku janë, siç mund të jetë Berati, Gjirokastra, ato objekte kanë nevojë për leje specifike dhe është vështirë. Kurse në objektet e tjera, vetmja gjë që duhet të kem parasysh është të mbështeten te kompani që ka një historik treg dhe që e kanë deri diku prioritet këtë punë, sepse fotovoltaikët në çdo vend ka një moment që rritet, pastaj ka kresh. Dhe ky kreshi, sepse kërkesa shumë e madhe dhe shpejt, dhe pastaj bie kreshi. Dhe nëse kompanitë janë vetëm atë biznes, ka risk që kur fillon kreshi nuk do jetë më. Kështu që duhet gjejnë kompani që e kanë të diversifikuar, janë treg për vitesh, dhe patjetër që e kanë prioritet atë gjë. Dhe ajo që nuk dështon është brendi. Përtej se kush është kompania, kur keni zgjedh brand, mark, kushton patjetër, por gjithmonë ka një garanci mbrapa. Klientët janë gjithmonë të orientuar drejt faturës që do vi shumë e ulët dhe drejt zërimit më tej, apo kanë edhe një qasje sa i përket ndikimit në mjedis? Këtu më kujtove në një trajnim në Austrim duke të në Zvicër, ku kam qenë, dhe ishte grup italian, grup gjerman, dhe kishim këtë trajnim dhe po flistin që në Gjermani instalohet sepse mjedisi, pemet dhe këto. Dhe kisha grupin italian që po ngjojë që në Itali shteti t'jep kaq para për ta investuar dhe merr kaq kthim investimi. Dhe aty kuptova që dhe në Shqipëri kemi marrë shumë nga Italia, sepse shpesh shikohet kjo pjesa e kursimit. Pra, ndërgjegjësimi akoma nuk ka ndodhur, por që t'jep i farë satisfaksionin. Pra, t'jep i farë kënaqësia kur ti e vetë prodhon energjinë. Kur ti e ke atë, kupton që ke bërë gjë të mirë për komunitetin. Por e para po është kursimi. Pjesa që të kërkojnë është kursimi. Pavarësisht se Shqipëria është me fat se nuk ka prodhime nga tecet e këto, ka
80%, 70% prodhimit e ka nga energjitë hidrike. Renovueshme. Nuk është se ndosim realisht, por kur e ke atë prap ndjehesh mirë. Faleminderit shumë për gjithë informacionet që ndam së bashku. Uroj që t'ju kam dhënë përgjigjet pa mbo shumë pyetje, kështu që ishte kënaqësi dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit.